ata vëllezërit e mi atje ishin me biznes, edhe u kyqa tani edhe direkt me ta. Sfida më e madhe emocionale për shembull për një individ që shkon atje janë prind, si familje e kena këshuar gjithë me pasin një kulet bashkë. Jo me këshuar me dalë gjithë ne. Veç e përmena që të ka ra me shku dhe me jetu jashtë vendit, në çfarë vitesh ke jetu në Kosovë? Në 2009 në fakt se kum marrë rrugën për Gëbet, për një në Sloveni, tani në Gjermani. Çush kanë qenë ato vite e para, çush e mon men? Unë moj men si një herë si e frikshme, se kur shkova në fillim, tentuva me studiu domethënë arkitekturën, se si student i arkitekturës që studiova këtu, dhe isha me vazhdu edhe me përfundu në Gurbet. Po e poshtë që nuk ishte edhe e lehtë, domethënë, ata vëllezërit e mi atje ishin me biznes, që kishin një biznes shumë shnosh në atë kohë. Edhe u kyqa tani edhe direkt me ta. A mon men cila pas ka qenë puna e parë që pas ke bo, dhe pse ty po më duket pas ka ra pak ma mirë, ju sikur atyre që kanë shku se kanë pas kërkan atje u dash me u gjinë vetë. Bravo, jo, në qatë aspektu në kom pas shumë ma letë, se vllaznia mi e kam pas një biznes për 2006-ës, kur shkova në 2009-ën, ata veç ishin konë, dhe më thonë, të funksionu shumë mirë, në atë kohë kena punu në për Kulma, a moj na konë si nën kontraktur firma të mëdha të Gjermanisë. Edhe kjo ka vazhdu tani si deri në vitin 2019 dikun, ku tani hapëm edhe një firmë me u zhanu, me marrë edhe projekte direkt na, mos me konë gjithë në varën për dikujna, po me marrë edhe vetë. Në 2019 ne hapëm një firmë GmbH. Cila ka qenë mendimet e para se me shku atje, dhe më thonë qatë ka shty ty që me lënë Kosovën edhe me shku me vazhdu jetën atje? Mendimet e para, në qatë studime këtu, dhe në shkollë të mesme kur jam konë, nashta edhe si Mehmet, si djalë ambiciöz në atë aspekt, do isha me këshyrë edhe vetë me shku pak atje, me këshyrë qa është ka bëhet. Se i posha gjithë të ardhë, kur veshin këtu, kisha si ondër nashta i shkon edhe mirë dhe vetë me shku në herë edhe me këshyrë qa u ka bëhet, dhe qëfar jetë është atje, qëfar realiteti është atje. Po kur shkova nuk e diçka që ke ndryshim shumë i madh, po. Çka ke na sen kur shkove që tha, po më duket s'ka ka qashtu që pas na menu? Në fillim vitin e parë, domethënë shpërzenjon është shumë vështirë, domethënë derisa ta ambientohesh, derisa të mësosh gjuhën. Unë për 6 muajt e parë pa ta marrë edhe një kurs, pa ta bëu kështu si kurs intensiv për më mësuar gjermanishtën, që më u qas më kallaj çdo sani. E mësova goxha mirë, tani janë nisë edhe më ambientu ka pak. Po nuk është domethënë që çuçi menova në fillim, viti i parë zënjone ka atë perceptimin e vetë që thotë valla këtu s'pegjojsha vetë. Po janë nisë me kuën në shoqënia zanohet edhe. Të pas parasysh që i përmen edhe vllaznin që në konë atje, sa ka qenë ndihmë për ty me pas dikan edhe me vazhdu jetën atje, të pas parasysh që në konë vllaznia, e kam pas edhe ata një punë, cilën ti ke mujt madje me shku me bo. Jo, ajo konë edhe shumë e lehtë në atë aspekt që sa i përket sfidës tem, se plus që më konë i mbështetën financiarisht për tyne. Nuk kom pas edhe probleme ekonomike, s'kom pas kur jam shku atje, që ajo konë kryesorja që kom mujt me ndiku edhe mos më dok shumë keq në atë aspekt. Domethënë nuk të pas ka dok keq në ato fillimet e tua. Qësha thash, emocionalisht ndikoj keq që është, domethënë nuk je për atë vend, po tani kur shkon me kohë, mësohesh edhe me vendin dhe krijon një shoqëri tjetër. E përmend këtë pjesën emocionale, çka të mungoj ke kur shkova atje? Kush të mungoj ke këto që e lën Kosovë dhe që tha, edhe të ka ardha ato mendimet e para që qysh i lash, i raknena, e kështu. Kur i lën prind, kryesorja janë sfida më e madhe emocionale për shembull për një individ që shkon atje janë prind, vëllai i vogël edhe plus shoqënia. Po ta krijoni rreth një shoqëni të shnosh për shembull në gjimnaz edhe në fakultet. Tash unë po do të pyet pak se të pas parasysh që pas ke punu me vllazni, tash na shtallat kanë stimulu pak, e ke pas pagën pak më të madhe se na i sen. Sa kanë rroga e parë që e ke marrë që na shtato kanë duk parë shumë që i ke marrë në krahasim me Kosovë. Ja, në Kosovë se në fakt s'kum punu se shoqër nuk ka pas nevojë, unë kam përkrau edhe se jam në fakultet. Edhe si krahasim nuk mujt me bë, po kur shkova atje një rrugë sa me çarkulluan fillim me kompos, ashtu kështu. Se si biznesi dhe si familje e kena këshyrë gjithë me pasin një kulet bashkë. Jo me këshyrë me dalë gjithë dhe ne, po e kena këshyrë gjithë që ato synimi që e kena si familje mi bo bashkë, jo me do me pagë veçantë, këtë tjetëri me pagë ekstra, kështu si kena këshyrë në drejtim.